Fshati Fushbullqis vuan mungesën e ujë të pijshëm. Në këtë fshat mungon një rrjet i mirëfill për të furnizuar banorët me ujë që buron nga malet dhe të jetë i sigurt për konsum. Bajram Budini thotë se prej 35 vitesh po mashtroi nga politikanët e të gjitha kaheve për ndërtimin e një ujësjellsi, por fakti është se ende nuk është ndërtuar. Budini shton se një pjesë e madhe e fshatit konsumojnë ujë pusi, i cili rezulton i papishëm, e një pjesë tjetër shkojnë në burime natyrale që janë larg banesave. Për sa i përket ujit të pijshëm, u bën nga 30 vjet, shish vitin 92 që nuk kemi. Funksionon me puse, ujit e pusit është i papërdorshëm, vetëm për larje dhe për ata. Ujit që me ambushim me bidona, sipër ke veni i mirë aty më tonë, ke ura. Po, është problem. Na për çdo fushat zgjedhësh dhe nuk është bën asnjë send. Të jesh midis malesh dhe të pish ujë pusi, është fatkeqësia më e madhe për robën. Është punë e shëndetit, nuk është punë një rrugë me asfalt, e bën këtë vit, do ta bësh vitin tjetër, do ta bësh pas 5 vjetësh. Uji është një diçka që konsumon dhe dëmton shëndetin e të gjithë njerëzve. Puset janë të kontrolluara dhe janë të papishme, janë të papërdorshme. 90% e fshatit fush funksionon me puse. Edhe ujta Kaculi, që është bërë investim miliona lek, nga shish në vitin 2001, a kupton, edhe ato vetëm një pjesë e shtëpive që janë afër zallit që furnizohen me ujë. Sami Gjimi thotë se jo vetëm për ujin e pijshëm janë mashtruar, por edhe për investimet e tjera. Sipas tij, në fushata elektorale të gjithë premtojnë investime, por sa vinë në pushtet, askush nuk kujtohet më për ta. 50 vjet. Sa bani me gjithë demokrati, 60 vjetë, s'ka pas ujtë pishëm, asnjëherë. Asnjëherë? Ja. Vetëm burime natyrale? Po. O premtos gjithmonë. Çdo herë që bën zgjedhje ke proprietar komunë, si ishim atë kohë, kryetar bashkie tani, premtohet ujë, premtohen rrugë, premtohen tana. Asnjë lloj projekti s'kan bërë këtij. Vetëm posja. Po. Për vizitorët e rastit është kontrast që fshati Fushbullqis është i rrethuar nga malet me plot burime ujore e banorët të vuajnë për ujë të pijshëm.